Elsejt Hysaj është një nga futbollistët kyç të kombëtares shqiptare. Mbrojtësi kuqezi ndaj Serbisë ka arritur shifrën e 90 ndeshjeve. Shkodrani prej 12 vitesh është pjesë e kombëtares, ku në prapavi është një mur i pakalueshëm. Ka debutuar saktësisht më 6 shkurt të vitit 2013. 31 vjeçari ka luajtur me kombëtare në 2 Europian, teksa ka qenë pjesë e formacionit të Xhanit të Piazit në Euro 2016 në Francë, ndërkohë që ishte pjesë e kuqezinëve dhe me Silvinjon në Euro 2024. Pavarësisht paraqitjes dinjitoze dhe rasteve të arta për shënim, kombëtarja e Shqipërisë nuk shkoi më shumë se barazimi pa gola në shtëpi ndaj Serbisë. Në bazë të vlerësimeve nga faqja e specializuar e statistikave SofaScore, futbollisti me notën më të lartë në radhët e kuqezinëve rezultoi Elsejt Hysaj, i cili mban kryesimin me 7.9. Kujtojmë që Hysaj fitoi dhe 11 metrshin e shpërdoruar nga Rejmanaj, ndërkohë Hysaj ndiqet nga Strakosha me notën 7.4, teksa vendi i tretë mbahet nga plot 3 futbollistë që kanë marrë të njëjtën notë, 7.3. Bëhet fjalë për Shehun Aslanin dhe Mitajn. Lista mbyllet me Manajn dhe Brojen, që sipas SofaScore rezultojnë dy futbollistët me vlerësimin më të ulët, 6.3.